Ndërkohë, njoftohem se kam bëritur e ftuara jonë për sot, kam bëritur nga një rrugë gjatë, sepse ka udhëtuar nga Prishtina për të ardhur direkt dhe të jetë këtu me ne sot në këtë pasdite në studion tonë për të biseduar. Dikur në vegjëlinë e saj ishte një vajzë që thjesht kishte ëndrrën që dikur të këndonte dhe të merrej me muzikë. Në vitin 2003, ajo rastësisht arrin të këndojë dhe që nga ai moment kërkohet shumë, është një nga këngëtarët më të suksesshme me origjinë nga Kosova. Ndërkohë që interesante është edhe historia e saj e jetës. Familja e saj aktualisht jeton prej shumë vitesh në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ajo vetë prej 7 vjetësh jeton në Kosovë. Është shumë e lidhur me këtë vend. Vjen sot në studion e pasdites Genta Ismaili. Përshëndetje. Mirë se vjen. Faleminderit, mirë se vjen. Jo vetëm me magjishme me zërin tënde dhe me këngën tënde, por njëkohësisht edhe me pamjen e mrekullueshme. Kush e di se sa shumë komplimenta të qëllon të marrësh në gjithë këto vite, që je kaq shumë ekspozuar, jo vetëm në skenën kosovare, por gjithkund, do thosha. Faleminderit shumë. Genta, ne ndoqëm së pari një kronik dhe patëm fatin, do të thosha, të ndani me publikun e pasdites një lajm kaq të bukur, siç ishte lajmi i 2 binjakëve nga Lezhë. Po. Besoj edhe ti ke dëgjuar në fakt. Ndëgjova, po. Krahas kronikës së ndoshta ke dëgjuar të flitet për këtë procedurë të veçantë, të themi, për këtë arritje të mjekësisë, por gjithsesi nga ana tjetër ka njerëz që kanë rezervë apo janë skeptik ndaj saj. Do doja një koment tëndin, si një vajzë e rritur gjithsesi, dhe që mendoj se ke një interes në këtyre lajmeve për të më komentuar disi këtë dëshirën e prindërve, a duhet të ndalen ato kur ka një dëshirë, pra pavarësisht skepticizmit në lidhje me mënyrën se si arrihet shtatzania. Po, absolutisht jo. Unë mendoj që nuk duhen të gjykohen femrat që janë më të moshume, sepse vetë jeta është më dinamike tani. Dhe unë më vjen mirë që ka ndalë mënyrat të ndryshme, që njeriu mund të ketë një gëzim shumë të madh, si që është kur që ja falë Zotin një fëmijë, do me thënë ka mënyrat ndryshme, absolutisht është shumë mirë, shumë okej. I uroj që fëmijët të rritën me fat atyre. Është e rëndësishme fat, vërtet. Është shumë e rëndësishme. Genta, ndërkohë, ti një vajzë e re, tani gjithsesi krahas planeve të tua për muzikën dhe një aktiviteti shumë të ngjeshur për sa i takon aktivitetit muzikor. Të ndodh her pas here të mendosh të bëhesh nën? Absolutisht që po. Kam dëshirë një ditë që të bëhem një nën e mirë, siç është nëna ime. Ta uroj me gjithë zemër. Ta uroj me gjithë zemër. I rikthehemi karrierës tënde muzikore për të kujtuar, ashtu siç e tham edhe në prezantim, se jeton prej vitesh në Kosovë, ndërkohë që familja jote vazhdon të jetojë dhe vazhdon jetën e saj në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse ky vendim i yti për të jetuar veç mas prindërve dhe jo më në Chicago, atje ku në fakt ke qëndruar për 14 vjet, por pikërisht në Kosovë, atje ku ke lindur? E kam thënë këtë shumë herë në intervistat e mia më parë, se pse jam kthyer unë në vendlindjen time Kosovë, sepse këngën e parë e bëra në New York dhe prezantova në xhirimet të vitit të ri, ishin disa xhirime, prezantova këngën time të parë, kur unë erdha në Kosovë të ri vetëm për 2 muaj. Dhe ja ku jam 8 vite në Kosovë, sepse publiku nuk më la mua të shkoj prapë në Amerikë, për që qëndroj që 8 vite në Kosovë, këtu në gjithë shqiptarët. Vazhdoj të punoj, të bëj këngë, një flota shqiptare, për këtë arsye dhe me thënë jam këtu. Thuhet se je nga këngëtarët jo vetëm më të kërkuara, por edhe më të paguara në tregun e këngës. Ashtu? Kështu thuhet. Megjithatë, pavarësisht asaj që ka thuhet, a të pëlqen ta dëgjosh këtë gjë, të vjen mirë për këtë? Nuk e di, nuk e di rrogën ose sa paguan tjerë këngëtarë dhe nuk më intereson, nuk është punë e imja, nuk e di, ndoshta jam më e paguara, ndoshta s'jam. Nuk e di. Por nga ana tjetër din që shumë e kërkuar je, sepse ti zhvillon shumë aktivitete. Presoj që jam e kërkuar se punoj shumë. Sa punon? Punoj shumë, 24 orë mire me
me punën, do me thënë edhe kur flej në gjumë, duhet ta shoh një ëndër që ka të bëjë me muzikë gjithmonë, gjithmonë. Kështu që tani jam përkushtuar muzikës 100%. Kam shumë projekte që jam duke i realizuar, të cilat do dalin në fund të muajit prill. Kam albumin cilin jam duke punuar. Dua të them që nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, sidomos me kushtet tona. Do flasim sigurisht për të gjitha ambicjet e tua dhe planet e tua të afërta. Unë mbarova intervistën. Pas pak, por jo, ne në fakt kemi edhe shumë kuriozitete tjera që lidhen me ty. Por shkëputemi për publicitetin dhe rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer sërish në transmetim në studion e Pasdites. Sot në bisedë me një mikesh shumë të veçantë që vjen nga Kosova, është këngëtarja Genta Ismaili. Dhe më premtova Genta se do t'rregojmë shumë gjëra sot gjatë emisionit Pasdites apo jo. Mirë, po ta nisim dal nga dal dhe le të kujtojmë diçka nga fëmiria jote. Sepse kam mësuar se ke lindur në Gjilan. Pastaj ju shpërnguleni pas disa vitesh së bashku me familjen drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. Na trego diçka për historinë e familjes suaj në atë kohë. Po, kur isha vetëm 2 muaj, bebe vogël, ne ikëm në Amerikë, deri në klasën e parë qëndrova në Amerikë. Në klasën e dytë, pastaj u sëmu gjyshja ime dhe u dasht me ardhë prapë në Kosovë, ku unë u regjistrova në shkollë në Kosovë për 5 vite. Pastaj prapë ikëm në Amerikë. Unë vazhdova dhe shkollën fillore atje, po edhe të muzikës. Jam rritë në me frym të muzikës, sepse nga ana e familjes babit tim, thuaj se të gjithë mirën me muzikë. Jam profesor të muzikës, violin, harmonik, klarinet, do me thënë gjithë mirën me muzikë. Tjetër shka të them interesant, diçka për fëminin time, e kam cek edhe një gjë shumë interesante është ajo ku isha vetëm 2 vjeçare, mami em më çoi në banjo. Edhe lavatriqja që ka qenë shumë e vjetër këty një herë, na i thojmë këty një herë ka qenë ku kam bë shumë zhurmë, dhe kanë livrit këtë ka ardhur në dhomën aty ku rrin lavatriqja. Mami më pa, unë isha vetëm 2 vjeçare, kur më pa unë fillova të kërcej me zhurmën e lavatriqës. Dhe me thonë, kjo është njëra prej gjërave interesante që tregon që kam pas talent për me kërcej, për me këndu. Në klasën e 3 të shkollës fillore jam regjistruar në shkollë të muzikës, në piano, edhe po ashtu edhe në kor, ku kemi majtë disa koncerte të ndryshme, për festat të ndryshme. Dhe thënë, kjo është fëmiria ime, jam marrë gjithë kohës me muzikë dhe vetë muzikë. Tjetra është kur baba im ma bleti një sent, kështu një piano të vogël, në vitin 95, ku situata në Kosovë ishte pak e vështirë. Më pëlqej ai shoku jet që më tha njerëzit luftonin me tjera gjëra, ndihmon pak. Edhe unë e kisha, do me thënë, sintin që e bajsha, luftojsha me sintin tim, do me thënë pianon time në krah që e mbajsha ta qoj në shkollën e muzikës. Është një paralligëm gjetër nga ana jote. Jam në gjyrë ta kuptoj se çfarë ndodhte me ty në atë kohë. Ndërkohë që po? Desha të kërkoj falje se e kam pak vështirë që të shprehem shqip dhe në dialektin këtu si në Tiranë, se dëshira ime më e madhe është që të shprehem sa më mirë kur vi këtu në Tiranë. Fakti flet shumë bukur shqip, Genta. Faleminderit shumë. Madje edhe dialekti duket goxha i zbutur, gati më habit, duke pasur parasysh që të është dashur edhe të mësosh anglisht dhe të flasësh anglisht për vite të tëra. Megjithatë, çfarë ka mbetur tek ty nga të gjithë vitet që
kalove në Chicago, në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Çka më ka mbet pas familja ime. Kam lënë familjen atje për muzikë, për punën që e bëj tani këtu. Ti u thon shpesh për t'i takuar ata, apo? Jo, nuk u thë shpesh, nuk më lëm puna, mërzitem shumë, më mungon familja shumë, dua të jem në krahët e prindërve të mi, motrave të mia, shumë herë, por gjithmonë e gjej veten me punë dhe në studio duke bërë një këngë të mirë, ma heq edhe mërzien e prindërve dhe familjes që kam, do me thëmë prapë mbështetjen e kam të muzika. Vazhdimisht që si po flet për këtë, ne po shikojmë në ekran edhe foto që ilustrojnë lidhje ndoshta me familjar të tut, ishte pak më parë një foto me babain, tani të tjera foto, dhe në këtë moment, duket një nga yjet në atë rrugën e famshme, apo jo, ku lexoj emri Michael Jackson. Mirë po, jam e bindur se regjia ju më kote ka vendosur në fakt këtë pamje, apo jo, dhe ti e di ndoshta... Është idoli. Është idullit, apo jo. Po. Kam mësuar me gjitha të se duke ndjekur një program televiziv lidhur me Michael Jackson, të gjithashtu je surprizuar dhe habitur kur ke dëgjuar së fundi nënën e tij të flasë në një program shumë të njohur amerikan, dhe mund ta tregosh tamam se për çfarë bëhej fjalë. Do dali prap puna e lavatriçes apo? Prap puna e lavatriçes, sepse po të njëjtën gjë e tregoi nëna e Michael Jackson, se si Michael Jackson ka qenë i vogël, Michael Jackson kërceu me zhurmën e lavatriçes. Nuk pas kanë pasur vetëm këtë e zhurmë lavatriçet, por në gjithu. Është e pabesueshme dhe kur isha në Amerikë ma bënën surprise, tezja ime ma bëni surprise, shikoj e tha, unë para 3 vite e kam spjeguar këtë, kurse nëna Michael Jacksonin para 3 muajve, edhe unë fillova të qaj kur e pash, sepse ajo ishte diçka shumë e madhe për mua. Ishte diçka të përbashkët midis Shumë, ishte diçka. Edhe do të mundohem që të gjej 2 videot. Ku unë e kam thënë në intervistë, nëna ime që ko më parë dhe nëna Michael Jackson. Një rastësi vërtet shumë e bukur. Jej! Mirë po kur ti shfaqesh tashmë prej vitesh në skenën shqiptare dhe këndon shumë muzikën tonë. Nga ana tjetër tregove se ke marrë formim muzikor në Amerikë. Në të vërtetë, cila është ajo pjesë e formimit tënd që i shërben më shumë këngës tënde sot? Do shta referenca të caktuara që të ka shtyr drejt rrymës që ti aplikon më shumë, drejt muzikës që ti këndon, cilat janë ndikimet më të mëdha në muzikën tënde, përveç idhullit tënd të themi? Unë inspirohem, do me thënë, edhe nga jeta që edhe gjëra që shoh në vendin ku unë jetoj, në Kosovë. Shumë më vjen interesant, do me thënë, se mentaliteti Kosovë dhe Amerikë, se si gjërat ndodhin në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, është krejtësisht ndryshe, edhe njerëzit që dojnë më inspiru për art, lirish në të vinë në Kosovë, se në Shqipëri, se ka shumë për inspirim, edhe ka gjërat bukra shumë. Faleminderit për përgjigjet dhe për komentet e deri tanishme, ne do ta vazhdojmë bisedën së bashku dhe pas pak, por shkëputemi për publicitetin dhe rikthehemi pas disa çaste.